Për dikë që nuk shikon videot e gjata, që është shumica tashmë. Kush do ishin, po themi 5 këshilla të ndërtuara në një fjali për shqiptarët, kuptohet që të kenë një mendje të shëndetshme, trup të fortë, zemër të shëndetshme dhe një karrierë të suksesshme. Por pjesën e karrierës së shëndetshme është shumë e rëndësishme këmbgulja. Pra, edhe pjesa e përsëritjes së një informacioni. Këmbgulja dhe përsëritja, që është nëna e dijes është përsëritja, janë shumë të rëndësishme. Por një zemër të shëndetshme duhet të lëvizësh. Muskujt e pulpave funksionojnë dhe kanë detyrën e një pompe. Për zor të shëndetshme, i rëndësishëm është agjërimi, ushqimi i shëndetshëm dhe i stinës. Dhe për një shpirt të pasur, dhe për një shëndet shpirtëror ose për që të jetë shpirti sa më i pasur, me emocione, me mirënjohje, me virtyte, është që ne të kemi respekt për gjithë natyrën, të kemi respekt për gjithë shoqërinë, pra mos t'i flasim tjetrit me zili, me urrëtie, të mbjellim atë dashurinë, atë mirënjohjen dhe më e rëndësishmja që unë e kam dhe mesazhin e fundit është që ne duhet të ngelemi akoma njerëz.